Miqtë e mi, përshëndetje. Nuk është gjithnjë e lehtë të ndryshosh drejtim. Fillimisht duhet kuptosh se duke ecur në drejtimin e gabuar, e më pas duhet ndalosh e të kthesh në anën tjetër. Kjo nuk është gjithmonë e thjeshtë apo e këndshme, kur gjithë të tjerët nuk e pranojnë vendimin ton. Kështu ndodhi edhe me personazhin e historisë sonë të sotme. Ishte këmbgulja që e bëri të vazhdonte, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndiqni Të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 365, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Babi, kush është ajo grua? Mos më thua që ti e traton mamin. Pa për njerë, kush e di që më flet në atë mënyrë mua? Oh! Nëna jote ka vetë fajin për këta. Të djallë është budalla. Ti e i çmendur. Nuk je i zotja as për vetën tënde. Ti kur nuk e për të arritur diçka në jetë. Personazhi i historisë sonë të sotme u rrit në Huancayo të Perus, lart në malet e Andeve. Në atë zonë, familja është ende shumë e rëndësishme. Megjithatë, familja e tij e mohoi. Kjo histori tregon arsyen pse ndodhi ky mohim dhe mënyrën se si ai ndryshoi. Është historia e vërtetë e Julio Velázquez, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Prindrit e mi ishin të dy mësues. Nëna jepte mësim në një shkollë në fshat, kurse babai ishte drejtori i një shkolle të mesme në qytet. Kur nëna u martua me baban, ajo ishte një vejush me një vajzë të vogël. Ata patën 3 fëmijë të tjerë së bashku, 2 djemë dhe 1 vajzë. Vëllai ishte i madhi, ndërsa motra ishte binjake me mua. Shumicën e kohës babai nuk e kalonte me ne. Për fatin ton të mirë, ai vinte në shtëpi mbase 10 herë në vit. Gjithnjë i deur duhet të kthesh në shtëpi. Të paktën të jesh mirënjohëse që kthehem ai grua. A di, unë nuk jam e detyruar ta bëj këtë. E di që të shkoj me të. Ka plot vende të tjera se ku mund të shkosh me gra. Asnjëherë nuk kam për ta kuptuar se pse të zgjodha ty për grua. Ja kaq e mërzitshme. Ti di vetëm të shtiresh dhe të qerasësh të tjerët, veçanërisht gratë. Është puna ime se çfarë bëj dhe kaq ras. E po ja që jam lodhur nga mashtrimet e tua, edhe jam jo të çoqe. Ti je një hiç. Mami! Jo, shkoni të flini me njerë. Pas kësaj zënke babai u largua nga shtëpia. Të nesërmen shkuam në shkollë duke menduar vetëm për sherrin e prindërve dhe për nënën e mbuluar me gjak në fund të shkallëve. Unë u bëra një fëmijë i dhunshëm dhe mora nofkën Velázquez i çmendur. Nga klasa e 2 e mëtej, shkova në një shkollë fetare private që drejtohej nga klerik spanjoll. Ata na mësuan gjuhën dhe zakonet e tyre shoqërore, por jo Biblën. Çfarë mësuat sot në shkollë, fëmi? Unë mësova që gjuha jonë nuk është e rregullt dhe e pastër. Jo aq e pastër sa ajo spanjishte që flasin mësuesit. E po, prandaj po shkon në një shkollë private. Kurse unë mësova që Julio kishte goditur me grush një nga shokët e klasës. Julio! Thjesht po luanim. Po pra po, pastaj u përpoq të vraponte në klasë dhe u përplas me drejtorin I cili e mori në zyrë. Julio, drejtori më telefonoi dhe tha që nëse nuk ndryshon sjellje, do të përjashtoj. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë, bir. Ajo ishte nën dhe baba për ne. Mua më pëlqente të imitoja këngëtar të famshëm dhe kur mbusha 9 vjeç, I mat më ftoi të këndoja në shkollën e tij përpara një audience prej mijëra nxënësish. Rrallë herë gjeja dashuri tek babai, dhe asnjëherë nuk e dëgjova të thoshte se më donte, ndërsa dashurinë e nënës nuk e vura asnjëherë në dyshim. Një herë, kur ishe 2 vjeç, po luaja në obor dhe një grua të rrëmbeu. Më rrëmbeu? E pse? Sepse nuk ishte fëmijë dhe kur të pa duke luajtur, të deshi për vete. Ne të morëm sërish. Po ata e futën në burg? Jo, ne nuk ngritëm pa di kundër saj, sepse ishte shumë e varfër dhe e paditur. Kurse mua më kujtohet kur u fsheja poshtë avolinës një herë, kur ti dhe babi bët një fest. Fshehur as jush, unë piva një shishe bire. E di, njerëzit qeshën kur të pan të deur.
por mua nuk më erdhi fare për të qeshur. As mua, më vembi shumë stomaku dhe koka. Fëmiria ime nuk ishte e keqe. Më pëlqente të isha portier kur luani futboll dhe doja të këndoja. Isha 12 vjeç kur u përballa me timat në rrugë dhe e pash me një grua tjetër. Ai më goditi me një gazetë të mbështjellë në formë tubi, duke më lënë për tokë të turpëruar dhe në dhimbje. Pas kësaj nuk u kthye në shtëpi për një kohë të gjatë. Ai e urrente motrën time, e cila u martua në moshën 16 vjeçare, dhe pas 6 muajsh u kthye sërish në shtëpi. Po ajo çfarë bën këtu? Është ndar nga i shoqi. Unë nuk dua të jetoj me ne. Ajo nuk ka se ku të shkoj tjetër. Nuk dua t'ja di fare. Por ajo është shtatzën. As për këtë nuk dua t'ja di. Është problemi i saj. Si mund t'jesh kaq i ashpër me vajzën tënde? Kaq indiferent. Dëgjoj këtu. Sigurohu që herën tjetër kur të kthehem, të mos e gjej këtu. Një herë kur ai u kthye në shtëpi, motra e fsheu foshnjën. Në moshën 14 vjeçare, mësova t'i bija kitares dhe të këndoja në festa duke u bërë serenata vajzave. Shkrova këngë dhe formova një grup muzikor që mblidhej në festa. Për arsye të ndryshme refuzova të merrja drogë. Megjithatë, asgjë nuk e mbushi boshllëkun në zemrën time. Një natë shkova në një teatr. U ula në fund dhe qava. Ku ishte Perëndia? Unë hoqa dorë prej tij. Më pas erdhi lajmi i papritur. Babai juaj nuk jeton më. Nuk jeton më? Po çfarë ndodhi? Nuk e di. Mbase ka pirë aq shumë sa kjo i ka shkaktuar vdekjen. Djaloshi tha që ai vdiq në spitalin e Limas. Djaloshi? Cili djalosh? Djali babait tuaj. Djali i tij? Nuk më habit as pak fakti që ai ka një djalë. Gjithnjë e kam ditur që ka pasur një grua tjetër. 3 vjet më parë kur u largua, dyshoja se ai jetonte me të. Mbase bëj gabim që e them. Por nuk më vjen fare keq që nuk jeton më. Kurse unë nuk ndjej asgjë. Fare. Në të vërtetë ai vdiq prej cirozës në mëlçi. Vdekja e tij ishte çlirim për ne. Unë nuk qaja dot prej dhimbjes dhe zemërimit në zemër. Në moshën 17 vjeçare, fillova të studioja agrikulturë në universitet. Studioja shumë, por sërish mbetesha Velasquez i çmendur. Luaja në kitar përpara klasës për të fituar vëmendje. Me shumë punë dhe sakrifica, nëna bleu një shtëpi në një lagje të re. Një ditë, ndërsa esja në rrugë, një burr mu prezantua si misionar që jetonte në atë lagje. Përshëndetje. Unë jam një krishter i shpëtuar nga hiri i Perëndisë. Jezusi është Zoti dhe shpëtimtari im në përjetësi. Kam dëgjuar për Jezusin. Ashtu? Po, ne shkojmë gjithnjë në kishë, dhe madje unë kam shkuar në një shkollë fetare. Në fakt unë e kam Jezusin brenda meje. Ai mi ka falur të gjitha mëkatet. Një ditë do të shkoj në parajs sepse në Krishtin Jezus kam jetën e përjetshme. Po ti dëshiron të kesh jetën e përjetshme? Mendoja se ai ishte guximtar dhe mburravec. Si mund ta dinte dikush me siguri që do të shkonte në parajs? E hodha vështrimin nga jeta ime dhe pash gjithë veprat dhe përpjekjet që kisha bërë, por prap nuk e kisha atë siguri. Përse vallë? Klerikët më kishin mësuar se nëse doja të shkoja në parajs, atëherë duhet të bëja vepra të mira, por unë nuk mendoja më për Perëndin dhe parajsën. Në atë kohë isha 22 vjeç dhe isha thjesht një ateist që nuk kishte dëshirë ta njihte Perëndin. Më pas jetova një nga kapitujt më të errët të jetës sime. Bashkë me disa shokë, u përpoqëm të rindërtonim një makinë me pjesë që i morëm në lagje. Unë përfundova në burg. Çfarë ndodhi, Julio? Asgjë. Duhet të jem vërtet i çmendur. Njerëzit thonë se keni vjedhur pjesë makine. E vërtetë është kjo? Ne donim vetëm të rregullonim makinën e Hoses që të bënim gara. E po policia tani mendon se jeni një grup hajdutësh që vjedhni makina. Madje që jeni profesionist. Po kjo nuk është e vërtetë. Çfarë pret ti? Hajduti hajdut është. Vëlla. Nuk e besoj dot që po ndodh kështu. Kurse unë nuk e besoj dot që im vëlla është hajdut. Të lutem mos i tregoj gjë mamit. Ajo vazhdon të pyet se ku ke shkuar. Po ti çfarë i ke thënë? I kam thënë që ke shkuar në një qytet tjetër për të takuar disa shokë të universitetit. Je me fat që janë pushimet pranverore. Po pra, janë pushimet pranverore dhe unë jam i mbyllur në burg. Ushqimi këtu është i tmerrshëm. Krevati plot me pleshta dhe të dënuarit shumë të këqij. E meriton, Julio. Tani hapi syt dhe mos u bëj si ata.
Kalova një javë në atë burg të tmerrshëm duke qëndruar mes të dënuarve që silleshin ftohtë. Por e mora mësimin tim. Asnjëherë nuk u shoqërova më me kriminal. Kur më lanë të lirë u ktheva në shtëpi. Shkova në oborin e pasëm dhe qava me gëzim duke thënë: jam i lirë. Jam i lirë. Në të vërtet nuk isha. Atë javë takova sërish misionarin. Ç'kemi Julio? Gëzojmë që të takoj Wayne. Unë dhe familja ime jemi lutur për ty. Vërtet? Ju falenderoj. Si thua si kur të vish ndonjë ditë në Kish? Në fakt jam shumë i zënë me shkollën. Shkolla nuk të shpëton, Julio. Ti duhet të pendohesh dhe t'ia dorëzosh jetën tënde Krishtit. Po unë jam i lumtur. Jam i lirë. Në të vërtet nuk je. Vetëm Jezusi mund të bëjë të lirë. Dhe ti do të bëhesh i lirë kur të vish tek Jezusi i penduar në zemër. Lejom të tregoj diçka. Dëgjoj se çfarë tha Jezusi. Ju do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. I lirë. I lirë. I lirë. Ato fjalë më shpuan zemrën. Ai nuk e dinte që unë kisha qenë në burg. Më pas nisa të interesohesha për Biblën. Në shtëpi kishim një Bibël të madhe për të treguar se ishim një familje krishterë, por që nuk e kishim lexuar asnjëherë. Unë isha shumë i zënë me karrierën time profesionale. Njëherë në disa kohë, shkoja në kishën e Wayne-it. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 12, vargjet 46 dhe 47, Jezusi tha: Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë. Dhe nëse ndokush i dëgjon fjalët e mia dhe nuk beson, unë nuk e gjykoj, sepse unë nuk kam ardhur ta gjykoj botën, por ta shpëtoj atë. Nëse nuk e keni pranuar Zotin Jezus Krisht si shpëtimtar, atëherë po jetoni në errësirë, të ndarë nga Perëndia, sepse Bibla thot: Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kur fare errësire. Nëse vdisni në këtë gjendje në mëkatin tuaj, ju do të përballeni me gjyqin dhe me ferrin, ndarjen e përjetshme nga Perëndia. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin ton. Si është e mundur kjo? Jezusi vdiq në kryq në vendin tuaj për mëkatet tuaja. Ai e pagoi pagën e mëkatit me gjakun e tij. Vetëm Krishti ju shpëton, jo veprat që bëni. Vetëm Krishti ju bën të denj për parajsën. Vetëm Krishti. Ai tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Atje dëgjova gjëra që nuk i kisha dëgjuar kurrë më parë. Kur shkova në shtëpinë e tij, ndryshimi në familjen time të thyer ishte shumë i madh. Sidoqoftë unë fokusova te teza e diplomës, me mendimin se ishte karriera ajo që do ta mbushte boshllëkun e jetës time. Kur mbusha 24 vjeç, u diplomova dhe për të festuar organizuam një festë të madhe. U dea dhe kur u zgjova në orën 3 të mëngjesit, isha pa këmish. Mora rrugën të shkoja në shtëpi në këmbë. Shtëpia ishte 9 kilometra e gjysmë larg dhe kur mbrita kisha temperaturë të lartë. Humba ndjenjat. Nëna telefonoi doktorin i cili më diagnostikoi me pneumoni të rëndë. Ai tha se nëse nuk do të kishte ardhur në kohë, mund të kisha vdekur. Gjatë muajit që po merrja veten, u kujtoi predikimi i misionarit. Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Kush nuk ka lindur nga uji dhe fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Pendohuni dhe ktheuni tek Krishti. Sapo u shërova e harrova kishën dhe misionarin. Në Universitetin Bujqësor të Limës, më pranuan për studime të mëtejshme. Studiova atje për 1 vit, por gjatë verës u ktheva në shtëpi dhe shkova në kishën e misionarit. Ndonjëherë shkoja të takoja një vajzë. Ndonjëherë shkoja ta pyesja për ta ngatërruar. Atë verë në kishë kishte ardhur një ungjilltar. Perëndia nuk është interesuar për pozitën tuaj shoqërore. Ai nuk është interesuar për pasuritë tuaja apo për karrierën tuaj profesionale. Ju mund të bëheni mjek, avokat, inxhinier ose çfarë të doni. Perëndia është interesuar për jetën tuaj. Mos harroni, një ditë do t'ju duhet të gjynjëzoheni përpara tij. Do të bini përmbys duke e ditur që Jezusi është Zot, por atëherë do të jetë shumë vonë, sepse nuk u penduat më parë. Bibla thotë që në emër të Jezusit të përulet çdo gjuhë i krijesave ose gjërave qiellore, toksore dhe nëntoksore, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezus Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë Atë. Mos prisni derisa të jetë shumë vonë.
Atë javë dola për ungjillizim me misionarin, por kjo ishte një vepër tjetër e mirë që më bëri të ndihesha bosh për brenda. Për herë të parë atë natë kuptova se sa i humbur isha. Duhet të pendohesha përpara se të ishte shumë vonë. Ndaj ja dorëzova Jezusit zemrën dhe jetën time, duke e pranuar atë si shpëtimtar. Ishte hera e parë që ndjeja paqe të vërtetë. Ditën tjetër i tregova familjes. Për çfarë po flet kështu? Tani jam i lirë, mami. I lirë. Kam rilindur. Mu deshën 3 vjet për të kuptuar se Jezusi kishte vdekur për mëkatet e mia. Por tani e di dhe jam i lirë nga mëkatet. Velasquez i të shmëndur. Si është e mundur që një njeri specializuar në agrikulturë të shkojë në kish? Julio, mos je të çmendur gjë timordial. Jo, mami. Nuk jam i çmendur, por jam shpëtuar. Jezusi është ai që më shpëtoi. Të kam bërë lavash truri, më duket. Ktheu në kishën tonë dhe rrëfeje këtë mëkat. Ajo familja amerikane të ka mashtruar. E vërtet, je i çuditshëm dhe ignorant. Duhet të jesh pak më i zgjuar. Të njëjtat përqeshje përjetova në punë dhe nga shokët. Ata më quanin Velasquez i çmendur. I të shtakin mbaruar që tani nuk mund të nxirrte gjë në dritë me profesionin e tij. Profesorët më thoshin se isha një turp për universitetin dhe që po e çoja dëm kohën time. Shefi më tha se do të bëhesha bari qensh, një lypës profesionist. Një ditë kur po lexoja Biblën në dhomën time, e gjithë familja ime përfshir kunatin u mblodhën rreth meje për të më tallur. Po çfarë thua kështu? Julio, ata duan vetëm paratë tua. Po, ata përdorin një Bibël tjetër. Hapi syt. Të kanë mashtruar. Velasquez i të shmendur. Mjaft u tregove kaq ignorant. E vetmja gjë të cilën mund t'ju them është se unë jam njeriu më i lumtur në botë. Jezusi është Zoti dhe shpëtimtari im, dhe ju nuk mund ta ndryshoni dot atë që ai ka bërë në jetën time. Unë jam i lirë. Jezus Krishti më ka bërë të lirë. Ditë pas dite sulme të shtoheshin. Shumë herë lexoja Biblën në fshehtësi dhe shkoja në kishë pa i treguar askujt se ku po shkoja. Vëllai ishte i mërzitur sepse nuk shkoja më me të në lokal. Një natë ai u kthye në shtëpi në orën 2 të mëngjesit i pirë. Zgjo, të thash. Të duket vetja i përsosur për të dalë me mua, a? Di çfarë mendoj unë për librat e tu. Mendoj që jam veç vlera. Nuk kanë as një vlerë. Kështu duhet të të godas ty, që të të vinë mënd. Ja ke thyer zemrën mamit me fen tënde të rreme. Dhe kjo Biblia nuk është e vërtet, more i marr. Është gënjeshtër. Një gënjeshtër e madhe. Shpresoj të marrësh atë që meriton. Perëndi, të lutem më ndihmo të qetësohem. Më ndihmo ta fal. Faleminderit Jezus. Shpëtoje atë. Shpëtoje tim vëlla. Motra dhe nënën. Faleminderit që më ke shpëtuar. Zoti më qetësoi dhe atë natë fjeta mirë. Në mëngjes shkova te vëllai. E zgjova dhe i tregova se çfarë kishte bërë. I thash që e kisha falur sepse nuk ishte i ndërgjegjshëm për atë që kishte bërë. Ai më refuzoi sërish. Një herë tjetër dola ta kërkoja dhe e gjeta në një lokal. Të gëzuar. Shëndeti jot. Çfarë po bën këtu? Mos më thuaj që të erdhën mend. Jo vëlla, kam ardhur të flas për dikë që të do. Zoti Jezus dha jetën e tij për të të shpëtuar ty. Ti nuk je vëlla im. Tani bën mirë të largohesh, sepse po vazhdove të më flasësh për Jezusin dhe për jetën tënde të re në të. Atëherë do të ta thyej këtë shishe bire dhe do të ta ngul në fytyrë. U largova nga lokali me një zemër të thyer. Të gjithë ishin kundër meje. Arsyeja ishte sepse isha penduar dhe i kisha dhënë jetën time Jezusit, sepse e kisha pranuar atë si shpëtimtarin tim personal. Ditëlindja e nënës afroi dhe unë i bleva një Bibël. Ja dhash me shumë dëshirë, por ajo e shtyu tutje dhe më pa e mërzitur. Julio, ti je tradhtar, turp të vi. Unë të dhash mundësim për të studiuar, të dhash fen më të mirë, edukimin më të mirë, por ti më zhgënjeve, më turpërove. Mami, unë të dua, edhe Jezusi të do. Dil nga shtëpia ime, ti nuk je më i mbirë, dil jashtë, zhduku.
Julio, eja brënda. Nëna më përzuri nga shtëpia. Mi hodhi sandalet në fytyrë dhe më tha që nuk jam më djali i saj. Më vjen keq, Julio. Sulmi nuk po të vjen nga nëna, por nga armiku i shpirtrave tanë që po përpiqet të rrëzojë nga besimi. Nuk e kuptoj. Si mund ta refuzojnë dikë si Jezusi? Njerëzit e përndoqën atë. Ndaj do të na përndjekin edhe ne. Jezusi tha: "Lum ju kur t'ju shajnë dhe t'ju përndjekin." Dhe duke gënjur do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim, gëzohu, sepse i madh është shpërblimi yt në qiell. E si të gëzohem kur unë nuk mund të kthehem dot në shtëpi? Është e vështirë të gëzohesh kur shtëpia është kaq rrëmuj. Ti mund të qëndrosh me ne. E kemi një dhomë për ty. Faleminderit. Nëna është thjesht e zemëruar. Ajo do të më lejoj të kthehem sërish në shtëpi. Disa ditë më vonë u pagëzova dhe fillova të marr përgjegjësi në kish. Prej 3 vjetësh dilja me një vajzë, e cila nuk ishte interesuar për gjërat e Perëndisë, megjithëse kishte rënë dakord që të vinte me mua në kish. Do të vi në kish me ty Malena sot? Jo, nuk do të vi. Sërish nxori justifikime. Disa njerëz janë të verbër ndaj të vërtetës shpirtërore. Unë kam dashur të martohem me të, por vetëm nëse ajo e ndjek Jezusin. Shumë mirë. Biblia na paralajmëron të mos bijem në një zgjedhje të pabesët. Babi, ti ma ke thënë shumë herë këtë varg. Mos hyni në një zgjedhje bashkë me të pabesët, sepse ç'lidhje ka drejtësia me paudhësinë? Dhe çfarë bashkësie ka drita me errësirën? Ke të drejtë, Andrea. Mendoj se ka ardhur koha të ndahem prej saj dhe të lutem që të shpëtohet. Jepi një Bibël, Julio. Pase do ta lexoj. Unë i dash asaj Biblën time të parë, por ajo nuk u bë më e gjallë. Nuk u ktheva më në universitet, por vendosa të zgjedh programin agrar të Perëndisë, duke mbjellë fjalën e tij në zemrat e njerëzve. Në moshën 27 vjeçare, ja dorëzova plotësisht jetën Zotit për t'i shërbyer atij si misionar. Dhe ai më bekoi me Andrean, vajzën e dytë të Wayne-it. Ne u martuam në shkurt të vitit 1978, në të njëjtën kish ku u shpëtova. 2 javë më vonë, shkuam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të filloja shkollën biblike në Chattanooga. Sot fitova vendin e punës si sekretare në zyrat qendrore të misionit. Sa mirë që njëri prej nesh mund të punoj. Mos u dekurajo, Julio. Perëndia ka diçka edhe për ty gjithashtu. Po arrita ta mësoj ndonjëherë gjuhën. Të gjithë flasin shpejt. Ato ti kuptojnë ndonjëherë profesorët në klasë? Dëgjoj, merr një regjistrues në klasë dhe kur të vish në shtëpi, unë do të ndihmoj. Perëndia di si ta zgjedh gruan e dur për një burr. Ai ju jep gjithnjë më të mirën atyre që ja besojnë atij zgjedhjen e tyre. Më vonë fillova 2 punë. Një punë me riparimin e shtëpive të vjetra dhe një punë në një qendër tekstilesh. Puna ndodhej shumë pranë shtëpisë. Prandaj shkoja në këmbë. Me anglishtën time që të linde për të dëshiruar ndaja ungjillin me kolegët. Unë dhe një shok klase që punonte me mua, takoheshim një herë në javë për ta adhuruar. Kjo ishte një mënyrë e mirë për ta praktikuar anglishtën. Çdo javë shkruaja familjes sime në Peru duke u ndarë ungjillin. Hidh bukën tënde mbi ujërat. Nëna më ka dërguar një letër ku thotë se nëna jote ka shkuar ta takoj. Nëna ime? Po, ajo i kishte thënë nënës sime se donte të kishte paqen që ne kemi. Lavdi Perëndis. Ma në fund të gjitha letrat që kam dërguar kanë dhënë fryt. Julio, nëna ime e ka drejtuar atë tek Zoti. Lexoje vetë po deshe. Thuaj djalit tim Julios, se tani jam e shpëtuar. Kam kuptuar që kam gabuar. Nuk e kam trajtuar siç duhet. Thuaj i lajmin e mirë të shpëtimit tim dhe të jetës së re në Krishtin. Kjo është e mrekullueshme. Perëndia ju përgjigj lutjeve tona. Prit kur të marr vesh që Zoti na ka thirrur të shërbejmë në Spanjë. 2 vite më vonë nëna ime shkoi në shtëpi tek Zoti. Në atë kohë unë dhe ime shoqe prisnim vendimin e bordit të misionit dhe po kërkonim mbështetje financiare. Në vitin 1981, ne arritëm në një qytet pranë Madridit ku jetuam dhe punuam për 14 vjet. Ju bashkuam familjes së Andreas në punën që ata kishin nisur atje. Këtu ka shumë kundërshtime për Biblën dhe për Krishtin. Por qëllimi i Perëndis do të vazhdoj të triumfoj. E vërtet, megjithatë njerëzit kanë filluar të vinë në kish. Numri i tyre po shtohet nga pak çdo muaj, dhe ata po mësojnë ta ndjekin Jezusin. U habite kur motra jote erdhi për vizitë? Sigurisht që po. Madje edhe më shumë kur ajo pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Ajo dhe vajza e saj. Ne i shërbejmë një Perëndije të mrekullueshëm.
Ai dëgjon dhe i përgjigjet çdo lutjeje sipas vullnetit të tij. E di, për shumë vjet mësuesit e mi ishin klerik spanjoll. Ata nuk më mësuan Biblën, më mësuan vetëm gjuhën dhe zakonet e tyre. Ndërsa ne po mësojmë fjalën e Perëndis. Më pas ne shërbyem në Venezuelë për 11 vjet, përpara se të ktheheshim sërish në Spanjë. Perëndia na bekoi me 2 vajza dhe 1 djalë. Vajza e madhe dhe bashkëshorti i saj janë duke shërbyer në Spanjë si misionar. Djali ynë i cili është martuar me një vajzë nga Peruja, po bëhet gati për të shërbyer me ne. Vajza e vogël po pret të kuptojë vullnetin e Perëndis për këtë shërbim. Disa vite më parë vëllai im e pranoi Krishtin dhe çdo ditë falenderoj Zotin që më shpëtoi dhe më vuri në këtë shërbes, me qëllim që të tjerë të njohin të vërtetën, që i bën ata të lirë. Kjo është e vërteta dëgjuesi dashur. Perëndia të do dhe bën një rrugë për ty që ta njohësh atë përmes birit të tij, Jezus Krishtit. Jezus Krishti vdiq për mëkatet e tua. Bibla thot, dhe e dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën, ai që nuk e ka birin e Perëndis nuk e ka jetën. Përballë me veten dhe mendo, e pranon që je mëkatar? E ke pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtar? Këtë mund ta bësh në çdo kohë dhe në çdo vend, sepse Perëndia shikon zemrën. Nëse ke nevojë për ndihmë e do të dish më shumë, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 kutja postare 2914 Tiranë, ose mund të dërgoni email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 365. Kjo ishte historia e vërtetë e Julio Velázquez, të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshëm.